Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falendrojmë Allahun e madhnuar për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Lutim Allahun azza wajal që të na bën nga robërit e tij falëndërues, mirënjohës dhe nga ata që dalin faqebar nga kjo botë dhe takojnë faqebar ditën e gjykimit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi njeriu më të mirë që ka shkelë në tokë, më të dashur tek Allahu azza wa jall, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, jemi në takim me dersin e dytë të serisë së re që kemi filluar javën e kaluar, e që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut te bareke ve teala. Kemi përmendur në takimin e fundit se trajtimi i kësaj teme është bërë me kahje të ndryshme apo me qasje të ndryshme dhe kemi qartësuar në takimin e fundit se cila do të jetë kahja dhe qasja jon. Andaj do të jetë tërësisht e fokusuar në ndikimin e këtyre emrave në jetën e besimtarit. Ndikimi i cili pastaj përfshin aspekte të ndryshme, qoftë ndikim në adhurimin ton, në cilëtetin e këtij adhurimi, raportet me Allahun, me vetë e ato objektive të tjera që i kemi cek dhe që i keni para vete këtu në këto letra, e që është mirë vazhdimisht i konsultoni dhe shikoni para çdo ligjërate. Ajo që e kam përmend në dersën e kaluar, se dietarët kur kanë folur për këtë temë, kanë folur në dy kahje dhe dy drejtime, dhe sikur thash, do të flasim për kahjen e dytë, kjo nuk nënkupton asesi se mund të pavarësohemi tërësisht nga kahja e parë. Nëse edhe ajo është vendimtare në masë të madhe për këtë të dytën. Për këtë të dytën. Edhe pse normalisht nuk detajzohemi në këtë parën nga se është në llogaritë së dytës, mirë po mendoj që duhet bërë edhe një lloj hyrjeje me disa këshilla të rëndësishme që do të na ndihmojnë me lejen e Allahu xhallahu ala të përfitojnë më mirë nga ajo që do të thuhet. Andaj të flasësh për emrat e Allahut azza xhall, sikur që kemi thënë, do të thotë të flasësh për vetë Zotin. Do të thotë të flasësh për një temë që është baza e të gjitha temave. Është dija e të gjitha dijeve, e kështu me radhë sikur se e kemi thënë. Të gjithë ne presim nga trajtimi i këtyre temave përmirësim të jetës tonë. Presim përmirësim të cilësisë dhe cilëtetit të adhurimeve tona. Presim një ndryshim pozitiv në jetën tonë përditshme. Mirë po, në qoftë se nuk dim si të presim, ka mundësi që të ketë ndonjë ndikim apo ndonjë reflektim jo të mirë, s'po them negativ, se është shumë e madhe, jo të mirë tek ndëgjuesi i këtyre ligjëratave kur ndëgjon ato që është më e mira. Andaj, kur ndëgjon ato që është më e mira, a është normal me e prit ato që është më e mira, apo normale fillon prit dikun tjetër? Dhe mbi cila shtylla ndërtohet përfitimi jon nga këta emra të Allahu xhallahu ala. Të gjitha këto duhet të trajtohen dhe kemi parasysh gjatë trajtimit të kësaj teme. Andaj, ne po kërkojmë që ta adhurojmë Allahun azza wa jall dhe ta përmirësojmë cilëtetin e këtij adhurimi duke e bërë këtë përmes emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall. Kështu kemi thonë, po. Mirë po, nuk kemi mundësi ta bëjmë këtë dhe nuk kemi mundësi ta arrijmë këtë. Në qoftë se i tërë kjo proces, kështu po e quaj, i tërë kjo angazhim, e tërë kjo përpjekje, nuk ndërtohet në dy shtylla themelore. A është e qartë? Krejt që ka këna me marë më tutje, apo plaka që na josh ka me shku është aja që këni marë javën e kalume. Nësa jemi se ndërtohet kjo përpjekje është, kjo që përflasëm sot. Në ndërtohet në dy shtylla themelore. Shtylla e parë, dhe ndëruar, ndoshta teorikisht tingëllon lehtë, por praktikisht do në punë. Ku o dallimi? Shtylla e parë me cilën ndërtohet
përfitimi i çdo besimtari në këtë rrafsh, në këtë fush është të jetë i bindur se çdo emër i Allahut Azza wa Jall është i bukur, është i plot dhe i takon Allahut te bareke ve taala. Asnjë nga këto të trijat nuk përmbushen të askush përse ka Allahu xhallahu ala. Për shembull, në qoftë se ti ki takim me një njeri, apo dhe varet nga suksesi i atij takimi, për shembull, varen shumë zhvillime të më të tjeshme të jetës tënde. Dhe padyshim se pa u takuar me të, e ke një farë lloj ngarkese, një farë lloj shqetësimi, një farë lloj edhe nervoze, çka do të bëhet, si do të kaloj me këtë njeri, apo? Dhe vin shumë njerëz të thojnë, mos ke gale se është i butë, apo? Mos ke gale se është i mirë, mos ke gale se kush ka shku të ai ka kalu mirë. Çështë ata ta cilësojnë ty, apo? Megjithatë, me gjithë këto qetësime, apo mbetet një dozë të caktuar e shqetësimit të tij. Derisa ta provosh edhe vetë çysh është. Andaj nuk mjaftohesh me cilësimin paraprak që është bërë. Nuk mjaftohesh me emërtimin paraprak që është bërë. Dhe kjo është normal me çdo kënd tjetër, po nuk guxon të jetë me Allahun Azza wa Jall. Nga se, në qoftë se ne dëshirojmë që për ta kuptuar drejt emrin e Allahut si është, duhet me e provu kur s'kemi kuptu. E kuptu, kjo rregull i domosdoshëm. Andaj, Allahu është bujar, edhe në qoftë se kur s'tjep është bujar. Ama unë ta kurzoj, bujar po veç mu s'po m'jep, atër kur emrin e Allahut bujar s'kemi marrë vesh. As emrin e Allahut Ar-Rahman s'kemi marrë vesh, e kështu me radhë. Prandaj, emrat e Allahut janë të bukur, janë të plot dhe janë të përkryer. Dhe Allahu është sikur ka thënë për vetën e tij, jo sikur se unë e kam përjetuar dhe unë e di. Pra nuk duhet të nisemi nga përvojat individuale, dhe të nisemi nga dija jonë e kufizuar, dhe në bazë të kësaj ne pastaj të përcaktojmë emrin e Allahut. Jo, nga se nuk emërtohet Allahu në bazë të veprave. A kuptuat? Kjo rregull. Allahu emërtohet sikur se e ka emërtuar ai vetën e tij. Dhe ajo është ashtu. Prandaj kërkohet dorëzim i plot dhe bindje e prerë se është kështu. Sa mungon nga ky dorëzim dhe nga kjo bindje, do të mungon edhe përfitimi nga ajo që po flasim. Kjo është kusht themelor, rregull. Që mbi të ndërtohet përfitimi jo në këtë rrafsh. E dyta, nga se para kësaj duhet të mëson. Ibn Qayyim rahimahullah kur ka folur, thash, nuk kemi çfarë pa huazu edhe nga kohja e parë, se këto janë me zvetit përzihme. Ibn Qayyim rahimahullah kur flet për grupin e Mu'attileve, na kanë mësuar për ta'tilin të wasitiyat. Ta'til çka është? Ta neutralizosh tërësisht ndikimin ose kuptimin e njëjmit të Allahu xhallahu ala. Allahu ka për shemb Ar-Rahman, ai thotë të s'ka Ar-Rahman i gjithë mëshirshëm, apo thotë s'ka të bëjë me mëshirën, nga se mëshira është e njëri nuk është i Zoti, ka përgjegjësim, andaj Allahu s'ka mëshirë. Ma mirë më thonë njëri është i egër, s'ka mëshirë, leja Allahu mëshirën, e zhvesh në Allahu nga mëshira, pse bëhet problem mu përgjegjësu me krijesat ato. Nëse duhet më zhvesh dikush, na tjesën pa ta, le të Allahu i mëshirshëm. Mirë po shiko mentalitetin e tyre. Tërësit e kanë neutralizuar, e kanë zjenë nga kuptimi dhe përdorimi, emrin e caktuar, do të thotë cilësinë e caktuar për shkak të disa problemeve të tyre mendore, dilemave të paqena, se mund të jetë përgjithësim, mund të jetë sikur se kemi cek. Dhe këtë po marr si shembull, apo konkret të aso që ceka. Këta njerëz që kanë kësi dileme, për shembull, se ka të tjerë kanë dilema të tjera, edhe me e provu Zotin është dilemë. Apo ai Jam ibn Safwani ose Mu'tazilet se kanë pas problemin e mohimet të decisive se kanë provu hala. Jo, po kanë pas problem përgjasimin. Ana dikush e ka problem përgjasimin, dikush e ka problem provimin, dikush e ka problem, këto janë probleme. Unë e huazova një aspekt të këtij problemi, nga se në ndërlidh me një fjalë të mrekullueshme të Ibn Qayyimit rahimullah. A kuptuat pse erdha këtu? Kur thëti Ibn Qayyim për këtë çështje, për ta njerëz, këtë kategori njerëzish, nga se
A e ka ndërtu këta besimin Allah se janë të plotë, janë të përkryera, apo që nën kupton se edhe njëjtë me pas emrin dallojnë shumë se ky është i përkryer, ky është i mangët. Këtë s'do të më provu, këtë do të më provu, ka dallim të madh. Po kam problem. Se ka ndërtuar këtë bazë, apo në këtë bazë nuk e ka ndërtuar kuptimin e kësaj teme, këtyre që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah. Wa hadha babun. Kjo është një derë, dera e kuptimit të emrit Allahut azhjal, që çon xhennet. Apo thot haramun ala al-jahmi al-mu'attili an yalija. Është bu haram ati neutralisht nga xehmive që ka muhu emrat Allahu xhallahu ala që ti nga kjo derë. Dhe të hin ila al-janna. Dhe haram e ka erën e xhenetit. Edhe pse thot era e tij ndëgjohet 50.000 vjet largësia. Thot nga se Allahu është el-Aziz. Ashtu do të flasim që është el-Aziz, po përkthim i parafër i gjithfuqishëm. El-Wahhab, ai që dhuron dhe jep. La mania lima a'ta. Nuk ka mundësi ti ndalen të mirat atij që Allah i jep. Ball njerëz kanë natë xhelozojnë, po sunë nalen se Zoti i jep. Apo la mania lima a'ta. Wala mu'tiya lima mana. Edhe sunë jep kurkush diku që Allah s'e ka dhënë. Badjava, bën mënon me ngritë, me lëvdu, po se ka jep Zoti, s'ka më çun konkur. Se Zoti kjo punë me Allahun xhelalu ala. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimullah wa bihi at-tawfiq. Dhe tërë sukses është ngaj. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah kur flet për perdet që janë mes robët e Allahut, ka perde që pengojnë me pa Zotin. Në kuptim jo me pa kështu çan Allah xhallahu, kështu kena me pa yomul qiyama inshallah. Po ka njerëz në dunjë kanë pa Allahun, a dini? Kanë ardhur me ta, kanë folur me ta. Janë shoqënuar me ta, janë miqësuar me ta. Ka njerëz, janë kënaqur me ta. Ka tjerë që kanë pas perde. Da gati në se kanë pas perde, kanë pas 2, Ibn Qayyim thotë ka njerëz që kanë 10 perde. Ka me një ky fjalë në Allahut. Ka me orti knatësia, 10 perde i ka mes timë sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibn Qayyim rahimullah perdja më trash, apo është mos kuptimi i detit kësaj teme. Mas trash është çto. Çka është perdja më e keqe? Qofse ki dilema, hamendje, vezvese në këtë pikë atë. Qofse kjo e provimit, qofse kjo e përvojës, qofse kjo e përgjasimit, qofse kjo, çfarë do qofse kjo? Tuli fare, pjell shejtani ditë për ditë, të lloj-llojshme. Që ulemat s'kanë marrë në fund me uqit, sa mund me pjell shejtani vezveset të njëri atë. Por e kanë rregulluar me një rregull, lejse kemi thlihi shej, që to është funi. Sa është sikur sa ai kërkosh, çat mendosh se është dikush gabim me ki, e tash sa mendonte nuk dinë ku ke shku larg ti atë. Po sa si ai kërkosh. Andaj thot haram, sunhin këtu kur. Andaj sunhin nuk pritet të vllazni nga ata që e kanë të paqartë akiden këtë rrymë, mu kënaq me Allahun. E pra nga kush pritet? Nga ata që e kanë të qartë këtë akide atë. Prandaj, nëse dikush do të preton mirë këtë kaptinë, do të kënaqet me këtë, janë pasues të ehli sunne wal jamaa. Ata që kanë kuptuar drejt besimin në Allahun xhallahu ala në rrafshin e emrave dhe cilësive të Allahut xhallahu xhelalu. Andaj bazë e rëndësishme dhe themelore është apo ta kesh të qartë mbi çka ndërtohet ky besim. Mbi cilat kuptime dhe rregulla ndërtohet kuptimi i emrave të Allahut edhe i cilësive të Allahut xhallahu ala. Bindja dhe besimi i cili i flak të gjitha vezveset, hamendjet, e kështu me radhë. Në kjo është e rëndësishme që nuk po du më uziru ma shumë nga se pasaj në çdo emër do të kemi nevojë për shtëllimin e kësaj teme. Dhe e dyta ka thonë lemat është që ai që don me përfitim do të thotë, sepse do të flasim për kategoritë e përfitimit pastaj. Pa ai që don me përfitu duhet që të mundohet apo ta rregullon sjelljen e tij konform të emrit. Apo për shembull, stacioni i cili lanson radio me valë caktuar, apo a u përshtat ai valët dëgjuesve, a dëgjuesja përshtatet në valët radios? Kush ku përshtatet? Ti duhet që tu mu përshtat. Me lyp që tu është e ke mësuar emrin, tash që tu koknakon që tu. Duhesh me përshtat atë. Pozicionin tën, veprimin tën, sillën tonë përballë të emrit.
plot njerëz fatkeqësisht ata stojnë kështu, mi po dëron që Allahu t'ju përshtat të atyne. Unë jam mësu këto valla ja rab mëlet. Me bo me livrit është problem apëtan, sun livritin apën. Këta s'përfitojnë apën. Ata që përfitojnë me livrit djathë dhe majt, po të sheme bo gabimisht ja ule valla. Po më janë kja që du të me qupi vend, po gabimisht. Të shë ullë fillim ku duhet, kur s'ke qupi këti vend apën. Ma dihet o bo një cërmënije madha, dihet 2 safat e parë ullin njerës, dihet kush ullë aty. Vjen ai pe atje në fund, e din që atje ka vendin, që të ullë apën. Që valla më qunë, po të që dash me provit me qu kërkush e valla. Fillim du të me ditë ku më ullë. Shumë thjesht. Ande plot njerëz gabimisht janë pozicionu, gabimisht kanë fol, gabimisht kanë vepru, gabimisht kanë fitu. Këtë gabim i ka bëu. Edhe kur i thuhet smet sen pa bën gabim, po çështu e ke bëu Allah. Unë s'm të ta ndrejë ti ndrejë me Allah xhallahu ala. Po nuk i mundsi me komunikutet me tonë që të sjellin val duhura. Andaj përshtatu me emrin, përshtatu me cilësinë. Dhe kudo që është që s'ka përputhje, ti livret. Mos prit Allahu xhallahu ala me ndryshu pozitën e tij për shkak se ti valla ki problem me lëviz aftën. Ai duhet me ndru hukmin e vet se ta prishur atin të shtëpia aftën. Subhanallah. Ta përfitojnë nga emrat e Allahut kur aftën. Cel pritojnë me ndryshu disa vogël e tyre pse që shtojnë na mësuan Allahun. E në qkofshim mësu që shtu grani, ama me shiju ëmbëlsinë e emrat e Allahut ju kur ju aftën. Andaj mësau mu përshtat me lëviz hiç pa problem. Bën vetën mobil, çysh të lip. Valt, çfarë bën apo? Ke pa kur fol me dikon del në soba të qysh se ka val më shumë, apo s'priton me lëviz, me dal pi shtëpisë nuk priton. Pse? Se val për rrugën jam të fol me dashnin tem atje, më bukur lidhja. Po subhanallah njerëz mas pakti do të mundohen me rut lidhjen me Allah xhela. U kput valla. Hajr inshallah. S'po më koncentru. Hajr inshallah. Allah livret se dikun ka val më shumë. Dikun e rrok më fat kur të përmendsh. Livret ka pak, qyt me çka pe lip. Ai që s'është i gatshëm me lëviz, s'përfiton. Andaj prej tash bënu i gatshëm me prish rahatin, komoditetin, pozicionin, apo nga se komo ta prish në emrin e Allah xhallahu ala pa shiba atë. Që sin me këtë gatishmëri, s'm përfiton atë. A mora vesh dersin? Çi kjo është atë? Sahabët janë kon shumë mobil. Kan lëviz 500 kilometra djathtë, 500 majt. S'kam pritur me muj me ditë se çështoj ka lip emri Allah xhallahu ala. E lip që tuaj. Prandaj, kjo është që duhet ta kemi parasysh. Aja që gjithashtu vlen të theksohet në këtë, se kjo është hyrja e dytë që na duhet, është se nuk ta them këtë ndryshe. Në këtë rrafsh tolerohet kategorizimi njerëzve. Nuk është kusht ja këtu ja hiç. Jo, pranohet hyrje graduale. E pranuar është. Kapak. Që Allah në rahmet ka bu, pranohet. Andaj thonë dietarët se në këtë temë disa njerëz përfitojnë ose ndryshe me thonë se formulimi është i rëndësishëm, andaj do të keni kujdesshëm. Krahas dijes që e marrim për këtë emrat Allah xhallahu ala. Po Allahu për shembull është Ar-Rahman. Çka është Ar-Rahman? Mësojmë është që kjo Ar-Rahman, çështë të ka ndikim, këto të pika që do të vinë inshallah. Ose emri Allah, ose emri El-Wahid El-Ahad, ekse më radh. Kjo dije që ne kemi më marr është më një anë e rëndësishme, apo? Mirë po, për të funksionalizuar kjo krejt që kemi, duhet në ardhë drita për Allahut azza xhala. Apo? Andaj nuk duhet me e pengu dritën e tij me asnjë errësin, apo se tani nuk ishte objekte që i kin shtëpi. Ti e din shumë mirë që i kin shtëpi që ka çfarë, edhe din që shumë mirë se e ki qytu pasunin, e ashtu ki arën, po pa edhe dritën suni gjon. A morë vesh? Andaj na e dim keqi, çka është emri Allah, çka ka, po duhet drita. E thon dietar disa për njerëzve, nga kjo dritë e Allahut që vije, kanë shkëndiza, dhezët Allahu akbar shkimet. Çka që drita aty. E kjo dhuratë kësaj drite nuk është ndarje e padrejtë, kjo është ders në vetë që vjen drita. Por duhet me kuptuar që edhe kjo vjen. Mos po i kallzo çka na duhet. Vjen drita pi Allah xhallah. Mos nimi komat mësum dersën tash jo është diçka tjetër. Është një dritë. Andaj thonë ulemat, dikush ka besis, me shkëndis, i dhezët, eshe, ke po ka e knaqët tani dikur, një muj ditë tani mos i vjen mu. Se shkëndizë, kon veç, është ndezë dikon edhe kjo ka pas hise me po.
Dikush e ka si qiri. Jetë dhezën, po sheshëm, do të me lëviz dritën për me pa tjera të aftën. Sa që mjaftuar me që me një vend me nejtë. Nge po, të qirën e ki, po me lonë këtu, pak me shku atje terror. Do të ka të shkojsh me marrë me veti. Dikush e ka si lampa, e dikush ka thonë djetarët, vëzëm dërum, apo, ka dritë së e mush me sjellët e tokës. Kur se shkimet apo. Ka të shkonaj dritë e ka. Shë. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah për këtë kategori, dëgjoni vëllai që thot Ibn Qayyim rahimullah. Para kësaj thot Ibn Qayyim kështu ta thon. Thot, kur Allahu i azgjeron gjoksin do kujt nga robët e tij me këtë dritë. Apo, se ty të vjen dia e duhet kjo mu zënu. Të gjoksi zemër me pranu. Apo, e kjo zënohet veç me fuqinë e ditës Allahu xhallahu ala. Thot kur Allahu i azgjeron gjoksin do kujt nga robët e tij me këtë dritë. Atëherë në hijen e kësaj drite i shfaqen kuptimet e gjëra të emrave të Allahut, të cilat e ka të pamundshme t'i kupton me mendjen e kufizuar mungesën e kësaj drite. Do të lejthit dhe do të devijan. Thot pastaj Ibn Qayyim rahimahullah. Në hijen e kësaj drite jo vetëm që i shfaqen këto kuptime, por thot i shfaqen kuptime të thella të besimit dhe të adhurimit. Këto në rregull Allah, po të shfaqet kjo, shfaqet kjo, do gjejmë vëmendje. Thot duke kuptuar ashtu, duke u shfaq besim më shumë, duke u shfaq gjithë më shumë, qysh e heton ai këtë punë? Qëre subhanahu ulemat ku kanë godit ata. Thot kështu pastaj fillon të qartësohet më tepër e më tepër si me rujt veprën edhe mos me prish ata. La ilaha illallah. Pasunia më e madhe që ka ki punë për Allah që i ka bërë. Apo edhe në çdo halet më shumë të sulmojnë. Ibn Qayyim rahimullah thot, ata që kanë dritë më shumë të emrat e Allahut, apo kanë rëjtar më shumë. Asnjë s'len me i huq. Ata që kanë më pak dritë, apo hanet e shfrytëzojnë terrin. E kësaj drite ja vjedhin punët ata. Na dënë argument Ibn Qayyim ata për këtë punë. Po që argumenti që thot Allahu xhallahu ala në surën Al-An'am, ajeti 122. Allahu xhallahu ala njëjtë termi i përdor. Na kena marrë pej kësaj që Allahu ka thënë. Allahu thot afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Thot Allahu xhallahu ala është i njëjtë si ai që kun i dekt, kur kush s'u kun hiç. Ahyayna engjallëm. Me që engjallëm i dham dritë mes njerëzve. Dhe djen terretske, tash i ka zoom na pesha që ka sa terrukun. Si u dhe dritë ka marrë që sudos në të mira. Pikat ka kjo dritë. Se bo më më që mos më dishëm. Të ka drita pe Allahu xhallahu ala, tash po e sheh se çaj dhe dje ku e kon se dosh me shku. Pika e morë vesh këtë punë, nuri. A pendim për praktikë që sa më shumë vjen kjo, më shumë din kamerafën. Që kjo është komplet. E lidhja kemen Allah thot, është kjo i ngjashëm si ai që është fi dhulumat, lejse bi kharijin minha, i zhytur nërsira apëton, së ndel për aty, për terrin tërë. Mirë, këtu i në gjendë që nësë pëjshohëm. Kjo që në tërë i arab, kjo në tërë që është kjo, që është do këtë kjo? Allah xhallahu thot, kështu ua hjesh, kështu jo besimtarve u duken të mira punët e të june. Apo? Andaj, njeriu sa ma shumë i do këtë mëkati që normal është, ma në terë është. Sa ma tepër i do këtë, apo adhurimi i nevojshëm e i domosdoshëm, ma në dritë është. Që kjo dritë vjen, pe i kuptimet të emrat e Allahut azza xhala. Ta ndriçon këto, edhe ta mundson me kuptu ku duhet me shkel, çysh me rujt këto, sa duhet me urrejt këto. Në qoftë se për shembull Allahu ka kërkuar me dash një punë sa duhet, e se dojmë mungesa e nurit është. S'ka dritë mjaftueshme se s'peshe. Me çu Allahu që tash në xhenet. Kjo dritë, hin robi jam, kush është? Ktheu në tokë. Një muj ditë namazën e ki bajeg i mirë atë. Ai hala çështë njëjtë është, kur s'ka ndryshu. Apo po drita e bindjes që është mungon atë. Andaj reflekton më njëherë ku në raporte. Dembri namaz, pa koncentrim, dhikri pa mend. Pse? Se si ndriti, ti me kon ndrit, ndryshe shkon kjo puna. Prandaj,
Do njerëz që është më shkëndiza i vjen mirë atë. Disa njerëz me qiri, duhet me sill me bajt herë këtu me qiu, se ai e ka me vene, e ka me situata, e ka me ku, apo dikush e ka kat shkon. Ku dushit në pikë të malit që ai gëzohet. Po drum shtëna ai kënaqet. Ai s'e ka me vene, këta janë kategori. Fadlullahi yutihi men yasha. Kjo është begatia Allahu që jep kujt na don. Andaj kena pa për ulemave, kena një, apo që kanë qenë situata, so për neve, nështë 10 herë në u kishtil menja me i ra veti. Apo, e aj i kam shëru ata përjasht që kanë rejkon, po ke qenë më rëllam me ditë jopëtën. Subhanallah. Ibn Taymija u ka lezu ajetin e gjenetlive, që kanë me u lezu gjehnemlive më në qiyame, ja ka lezu gardiamet burgut vetë atën. U duri bebejnehum bisurin lehu bab. Batinuhu fihi rrahma wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Atë dit do të bie një mur, pengesë, ju son dilni kësaj dapën, xhenemlive. Batinuhu emranshmi atij është rahma. Wa dhahiruhu e jashtmi është këtë azab. Do thotë, ju më krishti më mrena, e çështë do i bën kjo punë. Unë jam në xhenet, ju jeni për jashtë, në xhenem, ju son hini tonë kaptën. Gardianëve të burgove, ata në liri, kur do në rrehen, e lëjnë pa buk, ju ka unë në xhenem, unë jam në xhenet. Ai diçka ka pa që na speshohen. Se njëri normal vetë piçevi vetë çukatik sa të kiçuara. Pa i shet diçka që ju s'po shehni vëlla, më pa ju që të thoni atë. Apo e që kjo është të sahabët. E kanë një erën, Enes ibn Nadr e kanë ka inni la ajidu. Ai nihet ai erë, e kanë një erë në xhenet të Uhud dhe ka vrapu. S'ka pas kush e nal. Ka vrapu derisa dini i ka marrë 70 goditje. S'ka ditë kush o ky njeri, disa motra e kanë njoft me gishtet e vet. Që e ka thonë që të ka pasi shajt që ky ka. Enes ibn Nadr. Mi gjai, Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Në duhet të them që janë do zbulime, do shfaqe, do drita, do era, që nihen Allah. Nuk kjo teme sufistave, apo të se tu pi alkohol për të nuri me ardhë, s'fal namaz për të me ardhë nësia. Jo kësi palavra shtiblista, po njerë që në angazhun këtë drejtim, me dije dhe me vepër, e kanë një vallapën, e kanë shiju, dhe e kanë pa këtë dritë, kanë pa diçka që ju gjithë kush sheptën. Dhe ti argument i gjallë për këtë punë. Pak dritë Allah të ka jap, apo çuditës qysh ai tjetri po më e bën këtë punë apo? Apo pse? Se ti e tash tu një diçka, tu pa diçka që ditje si kon të pasë të kontoni. Shumë thjesht. Tash paramena me këtë gjendje që e ke hetu tash, kur po vi ka nuri që s'po ndrejke. Pa në ky murrit, sa qielli me kon ato i madh, çish bëu gjendja jote atë. Andaj do të më kuptoj se kjo dije ndikon te dikush ka pak e rëndësishme që me fillu me hetu ndikimin tëna. Që kjo është. Edhe me investu vazhdimisht në rritjen e dritës. Nga shkëndiza, në qiri, në lamp, pastaj në poç, pastaj në shtyll, që është ka pak, këtu e rrit, inshallah, këtu e rrit. Inshallah Zoti na mundson me dek pa emri dritën e madhe atë. Që me atë dritë pastaj edhe të shikojmë në fytyrën e Allahu xhallahu ala ta gëzojmë në xhennet. Andaj këtu janë kategoritë e njerëzve, vëllezëruar, që i kanë përmendur ulemat dhe për këtë ka shumë fjalë që kanë folë dietarët. Në veçanti dihet apo Ibn Qayyim rahimullahu më i theksuar në këtë drejtim që flet më të madhe për këtë çështje, por po duam të lexojmë një fjalë të shkurt, për fjalët shumë që janë thonë këtu. Thot Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Shifa'ul Alil. Kjo është libri i tij Madarijus Salikin. Shifa'ul Alil është 4 fjalë. Në librin e tij Madarijus Salikin thot Ibn Qayyim rahimahullah: "Akmalu an-nasi ubudiyatan." Njeriu më i plot në rrafshën e adhurimit. Shikoj këtë garim me Allah këta njerëz, më i ploti këtu, më i dikshmi. Këtë kanë më i dikshmi për Allahun, më adhuruesi për Allahun. Këta kanë garime të vazhdueshme. Akmalu an-nasi ubudiyatan. Njeriu më i plot në adhurim te Allahu xhallahu ala. Thot al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifat. Është ai i cili të gjitha emrat e Allahut dhe të gjitha cilësitë e Allahut, që Allahu ja ka mundsuar njerëzve me ditë, të gjitha këto i kanë praktikaj. La ilaha illa Allah, çfarë njerëz janë këta Allah? Para mendaj në çdo situatë është në adhurim të Allahut me një emër të caktuar. Ka cilët e ata. Kjo është menaxhim i mrekullueshëm me dijen që ka që të habitë, të përcillet apo. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah. Fala tahjibuhu ubudiyatu ismin an ubudiyati ismin akhar. Kjo është një problem që na duhet më shëru. Problemi i parë është të futin në funksion të gjitha ato që e dim për të adhuruar Allahun. Kjo është një problem, duhet më të kalu.
E problemi i dytë është që mos me i fut në konflikt emnat. Pse i futi në konflikt? Po shumë na këtë i futim në konflikt. Gjasë duke e adhuru Allahun me një emën, apo për sa e adhurojmë Allahun me atë emën, e kena vështirë me kuptu emnin tjetër. Për shembull, thotë Ibn Qayyim rahimullah, kemen shembulli i kësaj është tahjibuhu, sikurse e pengon, apo të marrënit me emrin e Allahut El Qadir, i gjithfuqishëm, apo gjithmonë e përcjell pa rahmet. S'ka mundësi me kuptu Allahun i gjithfuqishëm nga ati që është i gjithmëshirshëm. I bën problem këtij apo. I shkakton, domthon problem. Ose me kuptu për shemb emrin e Allahut Er-Razzaq për shkak emrit të Allahut El-Halim, i but. Në kuadër të këtij, çuçi bën me kon i gjithfuqishëm, na kur flasim për shembull për i gjithfuqishmi, i gjithpushteshmi, zakonisht e kemi në atë kuptim të hakmarrës, apo edhe s'bjen mend se edhe Er-Rahman është ai. Ai kur vepron Allah me emrin e tij El-Qadir, apo nuk e lën Allah me emrin e tij Er-Rahim. Jo, krejt vep njëjtë, s'ka kundërthënie e taj. Sigurisht na për shembull apo, në njëri mund me kon bujar, po kur me dikon në luftë njëra, bujaria pak më vonë vjen. E Allah xhallahu gjithmonë në bujar, gjithmonë në Rahman, gjithmonë në Rahim, apo e këta s'kan problem me kuptu këto thëna apo. Nuk i kishkon, na duhet një me marrë vesh se të tjerë na fshillën. A mund me marr emrin e Allahut për shembull, El-Hakim, i urti, dhe emrin Er-Razzaq, furnizuesi. Me kuptu se çka sot ka jap është urtësi tamam. Me t'jap më shumë prishet rani afton. Jo na dënon kur veç Razzaq njerëz se Hakim pak më vonë. Veç furnizuesi, po duhet na furnizu. Kur te ide ku furnizuesin, tani marrëm me Hakimin. Kjo fazë sa i, po vjen njëri deri në atë situatë apo që për mrekulli funksionin të gjitha duke plotësuar njëra tjetrën dhe nuk ka kurrë kundërshtimi afton. Që tan ekmelun nasi ubudiyatan. Allah na mundson me kon pyetyn. Po përmani këtë shkollë me kuptu që deri ku nalt mund me shku hesapi afton. Na po luftojmë për një emën apo me qitë në praktikë. Këta njerëz ju ka dalë vakt edhe jetë me gjitha këto. Në kjo shkollë dhe pozit që kush e lyp e kërkon e jap Allahu te bareke o taala. Dhe për fund pika e fundit e kësaj ligjërate, me kësaj hyrje, asë në pika domosdoshme thash duhet mu kombinu me ato të kaluarat, mu përzi mirë tani me u kyç ndershet vijuse me lenin Allah xhallahu ala. Asi sigurisht se po ashin vllazni se kuptimi i këtyre ndersë kërkoni përgatitje më të posaçme shpirtërore. Apo kërkoni një qetësi pak më të posaçme apo të njerit për më ujtë me kuptu këtë çështje se po them nuk po flasim për informata, për dije, po flasim për do drita, po flasim për do erna, po do sa që është problem veç pak më zhvendos, më kthye pata nuk din ku më të më. Kështu që mirë është njëri me investu sot ka mundësi edhe para dersit për me kuptu mirë dersin. Qysh me investu? Po njëri me marrë me abdes, apo me i pa falë mirë i shkone dhe namazin duha para se marrë në ders, me bë dhikr pak më shumë, me lutë Allah në gjellë ora për me kuptu, me ndiku kjo, me nëse kjo është ma tej për ders i natyrave tjera, jo si kurse për shambull abdesi që shto mirët, e merë dorën e qetë, dhe pa shpirt me këqyrë, s'ka gale se e merë vesh. Ama këto kërkoj një koncentrim dhe kërkoj një gjendje të posaçme shpirtërore për përfitim, po them se pandryshe Allahu xhallahu ala begaton këndon për robët e tij dhe askuj zullum nuk i bën. I kuptuam shtyllat, i kuptuam drejgjet, i kuptuam synimet, apo çfarë mbet me kuptu? U mbet me kuptu edhe rrugë që duhet me ndjek besimtari me përfituar nga këto. Rrugë. Atje të qëllimit kur kanë folë, çka synon një besimtar kur të mëson emrat Allah xhallahu ala. Nëse je mjeshtër, mundesh me marr pesë qëllimeve me bumjete. Apo edhe çato mjete apo me këtyn qëllime. Shikoj kemi fol ka herë, ju kujtohet tek puna tek agjerimi. Apo edhe sabri. Çish mundet besimtari apo me përdor sabrin e agjerimit për sabrin që duhet për punë tjera. Se ti vetë që të bëj sabër, do të keni sasi të sabrit, përdorë që to dikun tjetër. Për shembull, do njerëz din 1000 euro i kanë investuar këtu, po për çfarë din me do gjysën me çit dikun tjetër, apo tani pa të këtu më kthy me fitim atje.
Çështu dinë ata më bëj çështu. Me komuniqi ka njerëz çështu që dinë më bëj. Unë s'di më bëj kështu, po di që ka njerëz dinë më bëj kështu. Ka njerëz ti kush të para të bën kështu. Ka njerëz të adhurimi Allah xhallahu ala. Allah lyp që ta e di që era për bishtë, po çka po mund çdo një herë për çto. Ti kutmia atë të na patë bëj qëllimin atë. Kjo është rregull, shembull i sikut. Rrugët që na shpin të përfitimin nga këto emrat Allah xhallahu ala, përfitim që kemi fol në 19 pika, 12 sa kemi cek në dersën e kaluar. E para është ta realizojmë praktikisht hadithin që flet për këtë punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna. Allahu jalla wala ka 99 emra. Man ahsaha. Ka ahsaha u ka bu problem aty që arabisht flasin. E lejmë neve shqip me për këtë. I po ihsa i bjen për mbledhje, për fshirje, çdo diçka gjuhësisht. Ka thonë kush i përmbledh të emna hin xhennet. Kjo 99 emna e dini, s'janë që Allah veç 99 i kapën. Po për me hin xhennet është mjaftuar me 99. Çeto, krymi që në xhennet. E tjerat s'ngarkaj për tjerat. Ahsaha e para, rruga e parë që të shpihet te kuptimi i drejtë, përfitimi i drejtë, arritja në destinacion të duhur është që kjo ahsaha. Si që ka thonë Muhammedi sasëm. Qa është ahsaha që ka kërku për në këtë hadith? Është e para, thot Ibn Qayyim rahimullah, el-fahmu wa tadabbur. E para është me kuptu vëllapëtën, edhe me meditu. E ke marë al-Rahman, e ke marë al-Ghafur, e ke marë al-Rauf, e ke marë al-Aziz, e ke marë al-Udud, apo? E atash nuk janë këto disa terme, emna, jo, ti e din taman, sa ma shumë kupton pe këti emni, ma shumë bën pjesë në ato me në ahsaha. Edhe më nga ti me hinë xhenet. Andaj, pse e përmana këtë pikë? Nga se ajo që po e bëjmë është në shërbim të kësaj, alhamdulillah. Bashkarisht. Nga se jemi duke mësu për kuptimet e këtyre emrave dhe shtjellimi i detajzuar është një lloj meditimi, andaj jemi në rrugë të mirë, alhamdulillah, për të përfituar nga këto emra me shku në xhenet. Kjo është ahsaha, që ka thonë ulemat. Edhe pse këtu ka kësërime tjera të shumta, po kjo një rrugë. Andaj merr me meditu emrin e Allahut, për shembull sikur thash El-Jabbar, El-Aziz, El-Allah, Allah e kështu me radhë. Rruga se këtë jemi duke bërë edhe tani praktikisht kena më shtjalluar gjatë dersave të tjera. Rruga e dytë vëllezëruar që kanë frikë që nuk kena mundësi bashkë me bë. Apo është pastaj angazhim më tepër i natyrës individuale. Është të medituarit në veprat e Allahut azza xal. Që për ty në është kosmosi, është dielli, jeti me medituar për to. Andaj dietarët kanë një rregull të mrekullueshëm. Kanë thënë se emrat dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala nuk përfitohen nga veprat e tij. Andaj, sigurisht kanë fillim. Nuk është dasht Allahu me kon bujar, me kuptuar se është bujar. Apo përkundër njeriu fiton grada në bazë të veprave. Sa është i dijshëm, tu mësu bëhet i dijshëm. Apo sa është kërkushi fiton, jep, bëhet bujar, bëhet, apo Allahu nuk është kështu apo. Dhe këtu e kuptojmë ato që kemi thënë më herët, se përmes Allahut e njohim kosmosin, e kundërta. Besojmë se Allahu ekziston para se me pa çka ka bë. Nëse njerëz nisin nga dyshimi me shku në bindje. Jo, optëm. Dyshimi që në dyshim. Nuk e di çka ka njerë, kur gjë. Zdi çka ka. A ka zot, s'ka zot, zdi. Po dal njerën në malë, po këshyra ka zot. Nisin nga parimi i dyshimit. Gabim më kjo. Në islam se kemë këta. Shika Allah i ka unë ikra. Lexo. Na këna kry librin. Na këna ka dhush ka ka. Ti ta që kimi lexu, ti s'ki medita, analizo, çapo ta mërmenja. Ai ka thonë kështu. Edhe jo që kam vetë lexo, po e ka shtrëngu fort, apo ka dashur ertat më thuj ikra. Sa kjo punë tash na po ta apëm ju në propozim kur ai ishte Mekës, këshirni atje. Kur ka thonë që kështu kjo punë. Kjo punë ka marrë fund Allahu xhallahu ala. Andaj meditimi në veprimet e Allahu xhallahu ala. Thot Ibn Qayyim rahimullah,
Shiko si e përmend, edhe pse për meditim mendoj që më dhe duhet një seri ligjëratash për me e eduku vetën çysh me meditua. Mi po vallahi na kem limite të shumta. Që ti mundesh kur të kuptosh një emër të Allahu xhallahu ala me e fuqizuar ndikimin e tij duke medituar në krijimin e tij. Duke medituar në veprat e tij. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Wa an-nadharu fi hadhihi al-ayat wa amthaliha naw'an. Medituar dhe shikuarit në këto argumente të shpalosura është dy lloj. Apo thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nadharun ilayha bil basar, shikim me sy. Thotë edhe është për shembull sa i kaltër të qielli, sa i gjelbër të bari, apo i gjelbër të bari, shek të po, pse kjo është hajr? Thotë më po ka të tjerë të cilët shikojnë në thellësinë e kësaj. Ka pa njëri për shembull e kshin një pikë atje. Sa i fillimi i meditimit kush është? Pika e zezë në mur. Më një pe asaj del edhe futet tani në kujtime. I kujtohet fëminia, i kujtohet ai sortu e pata. Apo po pre asaj vrime ka hyrë një deti të madh të kujtimeve, të meditimeve, të ngjarjeve, e zhvillimeve këtu më radhë. Andaj thotë Ibn Qayyim kapi rrobet Allah xhallahu që shkruat pe barit, apo hin mandej pe qiellit thonë. Pe katërsi qiellit. Po më kuptoi tani mik i qiell. So ka qiell. So ka kriju Allah xhallahu ala. Që shka shku pejgamber son. Mi te një arsh, Allahu xhallahu ala, i cili ke këto punë këtu i rregullon, këtë bubrat susalen, këtë nuk e shikoj sa fellda në shkon meditimi apo. Ne ka qenë qielli që sa i mirë apo. Jo, po qielli është derë me hi dikun tjetër. Nuk nalet e bari, e as e bubreci, por depërton për mesaj dikun tjetër apo. Wallahi vëllezër nderuar, nuk ja u mërmendja se çfarë përfundime të mrekullueshme kanë sill dietar nga këto meditime. Ne nuk duhet me dal në piknik dikon se ari pasën na myti timi i qytetit. Del Allah, del vet, del me dikon edhe thuj qëra Ar-Rahman. Apo po të mjafton përveç mi pak ato apo Ar-Razak me kuptu pak më mirë. Rruga për ndikim Ar-Razak me kuptu që është kënd e shes subhanallahu el-Kerim. Apo ato milingonat e vogla, ato mushkajat, mizat, këto kush i mund Allah. Allahu xhalla xhelalu. Tana kjo është pjesa e akidës tonë, meditojmë kështu. Dalim. Sa ka meditime ndeti. Që njëri me meditu për madhëninë Allahu xhalla xhelalu. Meditime Allahu thot wa fi anfusikum afala tubsirun. Vetë në juve. Ana dietar kanë meditu deri në atë mos, saqë nuk ta mërmenes edhe këtë kanë futur në meditim. Në përfitim dua të them nga ajo që mund të përfitohet. Prandaj çdo lëvizje jona, madje edhe ushqimi kur e han, edhe ujin kur e pin, edhe gjumin kur e bën, gjitha këto apo janë argumente të Allahu xhalla xhelaluhu që duhesh me i përdor për me kuptuar më mirë ndonjë emër të Allahut xhalla. Qase rrugë Allah e ka bëu kështu. Përdore vëllai nderuar, përdore. Gjithçka medito. Merë një emër të Allahut tek që e ke mësu, edhe më i herë dil në mal. Merë shkon vorre. Merë shka në lumë dikun, merë shka dikun. Ku mund me rrugë mas mirë të emri Allah xhallahu ala. Edhe këtyre si film, drejt për drejt, qysh funksionon emri Allah xhallahu ala. Këtyre se kanë njëre sunë mirë. Ti këtu teorikisht e mëson. Apo del në ta me këtë dituri në krijimtarinë Allah xhallahu në atë që ai ka vepruar. Andaj këto është temë gatë që kanë përmend dietar me meditu njërin këtë natë, po duhet të vallahi njerëz mahnitën një telefon me dal apo me mu i flasin çur çka kanë bë, çur edhe këtë kanë fut, çysh e kanë bë kët. Sa fulet për një telefon tjetër, një program ashtu më kanë shtuar apo. A kanë fol në për një fije bari apo që herë është e gjelbë, herë është e verë. Kush e bën këtë llavën? Po këtë më shumë ngjyros këtë natyrë s'e bëjnë vjesht kur Allah. Apo para më na ngarku Allah xhallahu ala me çur optimi, verës që kur do po ja gjetheve. Me marrë me qit. Apo, si të bëhet nisëni, shtatori, mu qua dhe me hek. Apo, në veç rukon të në gjitë të hek, nësë asë me hongër shumë pas mësi, asë me pija, asë me fletë, kur gjeq? Edhe sëmë tjertë, kejtë bashën e ka gjithë në tokë edhe i shkedët, në pas kanë zonë udhën, ka shqytë të borë, jafën. Allah, këqyre njerë kush i ka rëzu, thuj el alim, krejtë që ka i nëra në barë, me iznë e ti nëra, s'ka në tokë një qëra që e nuk e din. Përfitanë Allah. Qëre gjithë, qëre këtë fuqi të Allahu xhalla xhelaluhu.
këtë ndryshim të hanës e diell. Këtu në madhështi që ka të cilësh mund me ka të shkojsh. Prandaj përpara kategoritë këtë kategoritë e njerëzve do të them. Që ka kanë shkuar me ditu, thotë shumë në Hajjaj, njerëzit kanë gëzuar si çmendur. Çfarë kanë shkuar që kanë se ka pas, pash vallaj. Apo se një më njëri shemë më një me sy. Ai bëu që me sy ka pasur herë. E ka pas më te Allahu xhelalu ala. Ka pas më kur kënaqesh me nësin këtë botë, tu la ilaha illa Allah. Në këtë botë që edhe ai që mohon Allahun çështë kënaqet, çka të mëron në atë botë ku s'ka isa që mohon. Këtë veç për mua është ato. Sa komo kënaqet atje. Atë alhamdulillah. Ai shikoj këto gjitha këtu mundson me përfituar. Në kosmos, në lëvizje, në vetën në ka dush, sepse kjo është temë që kena fol. E mos me mendu për ato që nuk e shohim në por e dim. Nga me lajket e Allahut azza xal, nga fuqia, nga pushteti, nga autoriteti që Allahu xhallahu aty na ka dhënë. Gjithashtu prej rrugëve që ndihmojnë robën e Allahu xhallahu ala me njoft Allahu xhallahu ala dhe me i kuptu më drejt emrat Allahu xhallahu ala është të medituarit, edhe pse kjo është pjesë e dytës, por tash kjo është pak më e posaçme, më e veçantë, duhet më shumë këtu në begatit edhe dhuntit që ti ka dhënë Allahu xhallahu ala. Andaj edhe disa po para disa ditë bisedojmë me Zollazën për punën e begatisë këtyre dy kanaleve që depërton ushqimi edhe frymarrja atë. Përmes tyre apo. La ilaha illallah. Unë mund me bëj ashtu një anketë me shuje, më thonë në cilën anë është ajo që merr frym, në cilën anë është ajo që shkon kafshata. Ndoshta dikush din, shumica vetë nuk e dim, a djath apo majt. Nuk e dim. A djath apo majt kanali që duhet me shku kafshata apo. Ti veç e gjung, as nuk e dush me men, shko djath, as bile me kryqja bën kështu, apo ajo shkon kësaj. Ka Allahu thot vjet tjetër në atë kanalin e frymës, shpirtin më dal, apo është? Apo është që më çdo me ta qit edhe ti tani sjosh më kur. Po që sa miri vjen me ta qit në këtë kanalin tjetër, apo ta ndron Allahu xhallahu ala, ti as nuk e din ku është bile. Wallahi me vet, a djath tha majt i frymarrës, zdi valla. Nëse nuk e kanë ditë që janë dy kanale këtu që shkojnë bile. Apo nëse deri tash na kon të hongër, po kush i ka kallzu kafshatës në gojë ka më shku? A kjo është begati, kjo s'ka, jo veç parë që begati araba thon. E kjo s'është kjo. Apo vetë ata që ju jetë në fyt se kam problem njerëz më u përcaktu kam shumë kafshë gjithë çka të halin shkon ka probleme me hungër buk ka njerëz që ushqin me gyp sun shkon kësaj apo vetë ata a begatia së begati kjo apo ai më ndan begati veç një që ka pa Allah xhallahu ala hasyri që ki mundsi me pa njerëz ose shumëta ama gjitha këto Allah shndroi në dashurinë e Allah xhallahu ala që sa mirë më ka bë pse më ka bë mirë nga sa të Rahman ka sot ar-Rahim, është Kerim, është Wadud, ekstremat emrat Allah që ti mëson i fuqizon kuptimin e tyre me begati që ti ka pa Allahu te bareke ve taala. Në kjo është meditim i domosdoshëm, të ndëruar shumë i rëndësishëm për neve, që na në fërkimet të dersin e Allahut, dersin e sot që morëm. Allahu alem, ndoshta 10 vjetash me mu kursonin. Çfarë do angazhom? Apo çashtu ndodh javën e ashme marrëm njëmën të Allahut azhjal, bua kia çatu jenin, mu kur bua kia s'dbjen ai ders me nin. Ndodh njëri. Po këtë meditim, po ditë për ditë më me to, që tash ungjën që janë që të begati. Ka njerëz që s'mundën më ula, a din ti këtë punë? Apo kush do ka mundsuar më të fuqi takat, me majt këtë korrekt shtot. Allah, këtë çka të mundesh. Këtë begatit mbledhi. Apo edhe përmes tyne thu që këtu me Rahman, që këtu me bujari, me emra që i mëson. Edhe në fund thuj wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe më çu këto me grumbullu, s'u kryjm në begatit Allah s'na ka pa mirë, nëse na s'dim që na ka pa Allah xhallahu ala. Na nuk dim. Edhe për këtë që e dim nuk e dim sa mirë jemi aftë. Sa lemo për të që nuk e dim. Që në esencë në begati. Andaj veç me meditu ka pak ashe njëri vallahi se përballë çfarë krijuesi është aftë. Përballë çfarë të gjithëmëshirshëm është aftë. Përballë çfarë të dashur është, përballë çfarë të gjithfuqishëm është kështu me radhë. Po kjo s'vjen kështu, e mëson emrin edhe e kur deri të dill nashme. Jo Allah, meditata është kape këtë emrin dil, thash në mal, dil fush, ka dikon, medito për këtë çështje apo. Në kuadër të kësaj që e përmendëm. Dhe e katërta që na ndihmon me lenin Allahu Azhjal është kjo është kulmi i këtij meditimi atë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, opat kummel min an-nas, ata që janë plotsu.
apo që të I kanë me të. Tash në mënojmë, kush dhe që po dishin këta. Këtë ju dini qëto. Edhe unë, sa puna e dijes, po e puna e përdorimit të kësaj në favar të këtij rrafi që përlasin për ta. Thonë ulemat të medituarit, e para pam në krijimtarinë e Allahut, begatitë e Allahut, për shkëm të e veçu, apo të medituarit në argumentet e Allahut shariatike. Medita në bukurinë e Islamit, në mirësitë që Allahu t'i ka mundsuar me I shiju, me I pretu përmes t'i vahit dhe kësaj shpallje. Në qoftë se veç e merr njëri bukurinë e surës El-Ikhlas, apo çfarë kullueshmërie të besimit, monoteizmit, tauhidit Allahu ta ka mundsuar, kjo është e mjaftueshme vallahi me kuptues se Allahu xhallahu ala sa është bëmirë ndaj teje. Qyre besimin në Kur'an që është. S'ka mundësi kërkuar një fytyrë të kësaj më upshtill. Hiç. Shumë është I qartë. Kul huwallahu ahad. Baza e besimit ton është surja e parë që fëmia e mësojnë. Subhanallahu. Para mëna, me kom kjo baza e besimit, kjo mësohet në fund kur doktoran për fe ta mësojnë kul huwallahu ahad aty apo. Se të tjerë çashtu, ata doktor shkencë janë edhe e kryejnë, doktorojnë, hala nuk e kuptojnë çka I bën triniteti, s'din. Është problem, është sfidë për ta me kuptu çka realisht është Zoti dhe djali, çka realisht. Cili ka më shumë pushtet, kush I kujt është? Ta xhimet ta ka thënë këtë punë. Shiko, kulmin e dijes se ka probleme ka me ta shpjegoj këtë punë. Çka thonë? Kjo është çështje më e lartë se dia jona atë. Heqojnë kthebri I besimit është jashtë logjikës. Të na fëmia, kon dushmëre, thuaj kul huwallahu ahad edit. Thelbin e besimit atë. A nuk është kjo bukuri? E mos thonë për tirat që Allah xhallahu ala wallahi me menuni për dobit, për mirësit, për mrekullit e agjerimit, e namazit, e zeqatit, e haxhit, e rregullat tjera që ka pa Allah xhallahu ala. A mundën më ardh të pidiku që nuk është el alim që duhet? Ha? E fuqizon kuptimin e Allahut I gjithdijshëm me këto, çush ka ditë krejt më I bën, çush edhe këtë se kalon, apo sa më meditim të detajzuar kin këto kuptime sekrete të shariatit, që më tepër reflektoj me përfitim në rrafshën e emrave të Allahut azhjal. Andaj, të ndëruar spaku I ibadet që I kryjm, të mundojmë që të njihemi pak më tepër me disa dobi, mirësi, sekrete që baten në vetën e tyre këto adhurime që ne I bëjmë për Allahun xhela xhelalu. Veç namazi sa dobi ti ka Allah. Ata njerëz veç të na pa tu fol televizor e pranë Islamin. Kur gjë? E nxini dobi atë. Sigurisht se ka ndodhur që për shembull generalt të cilët e kanë pikë dob disiplinën e vet. Ata e kanë disiplinën e kanë marakun më të madh, apo kur e kanë pa çuçi e kompromana general Sudesina Mahirin atje, Allahu akbar 3 milion njerëz në sejdë. As nuk e marrin vesh gjuhën, as sens din ata. Me bë mas namaz më thon, kefe halu ke zitat. I çan krat. Çfarë po thosh? Apo çysh jemi thon zdit. E çysh vlla deri tash 10 dakika mas arapit këtu shku, kur pa ja huç. Asa ke bukuria? Menjen ma sabish tuj. Të kabbel Allah. Zdin, I çan krat. Wallahi këtu knu arabisht I kojshe. Po, ajde ke semi Allahu limen hamide, që ka semi Allahu limen hamide, ti hop, ka e ditë që të më shumë kom Allah. Ka disiplinë mrekullueshme, e pa instaluar te kurkush deri më tani, posa namazlit. S'ka nevojë. Një që e kanë sefte me u fal. A kena trajnime të disiplinës para se me shtin xhami? Jo vallahi. Veç hinsaf edhe e rregulluar kjo punë. A sa kjo bukuria? Edhe na hime dalim safe kurme, edhe s'na vjen mend se sa mirë na ka ndeshë Allahu xhallahu ala këtë punë. Se ke formën e adhurimit atë. Çish do të ishte namazi pa ruku atë. La ilaha illallah, para kun rukua. Sa e bukur rukuja. Para mënon namaz pa sejdë. Këtë në rregull, në kom ruku këtë s'ka sejdë atë. La ilaha illallah. Zbohet atë. Krejt çka të kënaqësh ta kalon atë. Ne medito për këtë punë Allah. A nuk e shton kjo dashurinë për të? Pse ta ka mësuar këtë madhru? Ka do të tjerë kanë veç në kom me mneti, s'du më për kula. Do të çdo çështu ju ka dhënë përpara. Ta ka mësuar me këtë atë. Pse? Po mos më dash nuk ta kish mësuar atë. Andaj ta mëson kjo emri Allahu el-Wadud, I dashuri, ose Ar-Rahman, ose El-Alim, ekse më radh.
Andaj sa më tepër se ka shembuj të shumt në këtë, po vetëm po e përmend sa për ilustrim të këtij rregulli dhe kësaj rruge të domosdoshme që na duhet në udhimin tonë në njohjen e emrave të Allahut të Gjallë. Andaj këtu janë shtyllat, apo këtu janë kategoritë, këtu janë synimet dhe këtu janë rrugët. A më diçka tjetër? Unë nuk e di. Kam më që tash këto ti bashkojmë, apo dhe në hijen e saj tash ta njohim Allahun xhallahu ala, njohje që thash do të përmirëson jetën tonë, raportin me Allahun xhallahu ala dhe tërë atë që duhet të arrijmë përmes këtij udhëtimi të përbashkët me lejen e Allahut xhallahu ala. Andaj do ndëruar me kuptimin e këtyre dy hyrjeve. Pastaj kuptim të drejtë. Edhe veç 10 emra të Allahut me i marr për fazën tonë fillestare të mjaftueshme apo. Megjithatë, po pa kuptimin e këtyre edhe 99 me komentu. Ka një por me kemi kuptuar. E kuptuat? Andaj janë vendimtare për vazhdimin e udhëtimit. Prandaj bëri pjesë përbërëse. Jo tash un kur qen kom, hajt ti çu kallzom, i dim po jo s'po them se na keni pa që dëmet e kem, nuk vesëm, se i shkon mirë me vet, po s'vesëm. Apo mos tot në kur na që dikush të ngushton çën kom, s'ka ke përgatit, olo, s'e kena bëu kështu kur apo. Atë s'kena çef me ngushtu kur ne muslimanët. Mirë po, korreksi para Zotit ton, apo se je duke u fut me një shtek të rëndësishëm vendimtar, prandaj gjitha rrethonat kushtet janë përgatitur, siç kam thënë më, apo krejt i ki. Tash vetëm duhet të udhëtosh ashtu sikur që duhet. Andaj kjo është edhe një hyrje e rrotës, e pse thash jam hamendur që kaloj drejt në emrin ose kët, por mendoj që kjo ka qenë e domosdoshme për të vazhduar më tutje udhëtimin, prandaj lutem Allahu xhallahu ala që të ketë qenë përgjithë suksesshme. Edhe tash me këto dy hyrje mundemi tash më lirshëm dhe më gatshëm të futemi në udhëtimin tonë drejt Allahu xhallahu ala. Andaj lutem Allahun e mënduar që na bën udhëtim të suksesshëm dhe arritje faqebartë tek Allahu xhallahu ala, që me të vërtetë ta përjetojmë bile së paku ata që ulemat kanë thënë se nuk ka më mirë se me fol për Allahun xhallahu ala. Dhe nuk ka më mirë se me jetu për Allahun xhallahu ala. Nuk ka më mirë se me njoft Allahun te bareke ve taala. Na kështu kanë lezu, tash po do na mënisë me përvu inshallah. Ka dalë praktikisht me këto detale të asaj që ulemat e kanë përmend. Allahu ju shpëlbeft deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.